Ky mesazh është vetëm për një person. Dhe nëse nuk je ky person, mos e dëgjo. Nëse ndjen se jeta jote po shkon për keq, pavarësisht se po përpiqesh, kjo do të thotë se ti je gati që të rritesh, je gati për të shkuar në nivelin tjetër. Por nuk di si ta bësh të. Tani po ta them në një mënyrë poetike. Vetja jote e vjetër duhet të vdes, duhet të shëmbet, që të shfaqet vetja jote e re. Pra edhe pse gjërat mund duken lëmsh tani, mbaj mend që gjitha kjo është pjesë e një procesi. Nuk mund të jesh më mirë duke qëndruar aty ku je. Dhe nuk po them se je keq. Ka shumë njerëz aty që janë suksesshëm, ndoshta edhe ti je. Kanë ndërtuar ndonjë biznes, kanë lekë, rrisin fëmijët në rregull, puna është si të shkosh përtej. Pra problemi është që ti shtrihesh në krevat dhe nuk zaj gjumi. Ky është problemi. Sepse ndjen sikur diçka mungon. Edhe pse je mirë. Dhe kjo nuk është gabim. Ne nuk jemi këtu për të mbijetuar, ne jemi këtu për të jetuar, edhe pse jo të jetojmë dhe mirë. Dhe nëse ti ke brenda vetes atë ndjesinë që aty jashtë ka më mirë, duhet ta ndjekësh. Pikërisht këtë do bëjmë në trajnimin Programo për Sukses. Është një trajnim falas. Do të ndodh nesër në orën 7 pasdite. Mjafton që të regjistrohesh duke linku dhe do të regjistrohesh falas. Kështu që do kesh mundësinë për zbuluar disa ide se si mund ta ndryshosh jetën tënde për më mirë. Të pres.